16 tetori është një ditë e veçantë për Top Median dhe Top Channel. Është dita e lindjes së themeluesit të saj, Dritan Hoxha, vizionari që nisi revolucionin më të madh të shëndërrimit social në Shqipëri nëpërmjet medias që krijoi. Nuk është vetëm një ditë për kujtimi, por edhe një moment i shënuar për vazhdimsinë e ëndrrës që ai nisi. Trashëgimia e Dritan Hoxhës vijnë sot më e fortë në epokën digjitale të medias. Vizioni i tij për një media që do fliste me zërin e shqiptarëve është shndërruar në një realitet, duke u zgjeruar në çdo formë komunikimi, nga transmetimet televizive te platformat online, nga përmbajtjet interaktive te inteligjenca artificiale. Fryma novatore që ai trashëgoi vazhdon të udhëheqë Top Median, dhe sot, fal atij vizioni, Top Media mbetet lider në një botë ku informacioni udhëton me shpejtësinë e teknologjisë, por ruan shpirtin e gazetarisë së vërtetë. 16 tetori është një ditë feste në Top Media, sepse shënon momentin e nisjes me shpejtësi maksimale të një sezoni të ri televiziv. Ndiqni pamjet nga festa që bëri bashkë yjet e Top Medias dhe Top Channel, ku për ta performuan Ledri Vula dhe Gjensila Myrtezaj.